Sulmuesi 18 vjeçar shqiptar, Olti Hyseni, ka lënë përsëri shenjën e tij në futbollin danez, ku vesh fanellën e Sonder Jyske. Ai ka gjetur rrugën e rjetës në ndeshjen e luajtur ndaj Brondby, të vlefshme për grupin e titullit kampion. Hyseni la shenjën e tij në ndeshje në minutën e 11, kur lëshoi një gjuajtje nga jashtë zone duke befasuar portierin Pence. Ky i fundit, në pavëmendje e sipër, la topin t'i ikte nga kontrolli dhe ai me ngadalë shkoi në liet. Hyseni festoi golin e tij të katërt në këtë sezon në kampionatin danez, ndërsa portieri ngriti duart lart dhe u kërkoi falje shokëve të skuadrës dhe tifozëve për gafën e rëndë.